Do doja që avokati të qëndronte në bisedë, sepse do të flasim për një tjetër ngjarje, është tronditur lushnja ditën e djeshme. Pra duket se është rikthyer, le të themi, krimi në qytetin e Lushnjës, ende nuk kanë marrë fund larja e hesapeve. Çfarë po ndodh, zoti Rexhepi? Unë them, nuk them që është rikthyer, po them që s'ka ikur kur. S'ka ikur kur krimi. Po kështu i bie. Nëse gjykojmë në këtë lloj këndvështrimi. Janë njerëz me ngarkesa kriminale, janë emra shumë të njohur të botës krimit. Për më tepër pasaj shtoi dhe motivet e hakmarrjes, kur kanë kështu dëmtime të karakterit fisnor ose të karakterit miqësor, kjo e bën situatën akoma edhe më të nxehtë. Kështu që brenda këtij kuadri kanë qenë dhe reagimet e djeshme. Kështu që mendoj që to janë saga që do vazhdojnë, konfliktet e pronave aty janë probleme, pastaj nëse hyjmë më thellë është mirë që të gjitha organet ligjzbatuese t'i trajtojnë me shumë seriozitet konfliktet e pronave, pasi ndodhin ngjarje si kjo e Lushnjës, ndodhin ngjarje si vrasja e gjyqtarit që ishte, kush e di ku ishte mbarsur situata dhe shpërtheu aty, domethënë nuk ishte se ishte mbarsur në rastin konkret, drejt për drejt, po që situata ishte fryrë diku tjetër, ndodhi si një gjilpërë që shpojnë të mbas të fryrë dhe ato pasoja tragjike. Dhe mirë është që këto raste të analizohen, sepse gjykova që këta kishin një konflikt pronësor në mos gaboj, domethënë përveç motiveve të hakmarrjes. Pastaj rastet e hakmarrjeve për hir vërtetës, domethënë policia mund të ndërhyjë kështu për të ruajtur rendin e qetësinë, mund të japë informacione paraprake, ndoshta le ti bllokoj për mbajtje pa leje gjëra, po të parandalueshme nuk janë 100%. Sepse dora, si thonë, sofra e bujarit dhe dora e trimit nuk ndalet, ai që e ka ndarë mendjen. Po, na jepte ish prokurori detaje, sepse ne i dim për rivalitetin që ekziston në Lushnjë. Tani duhet kemi parasysh, ne kemi të bëjmë një ngjarje me paramendim. Pra, domethënë është një konflikt, mund të jetë konflikt pronësie, siç thotë parafolsi, mund të jetë edhe konflikt që lidhet me ngjarjet e vjetra. Domethënë, pak a shumë është i njëjti mekanizëm. Në ngjarje, bëhet atentati, kryet krimi dhe mjeti që realizon, që mjeti i përdorur për kryen e veprës penale digjet. Si edhe në gjithë rastet të tjera, neve duhet kemi edhe raste, duhet kemi, siç kemi diskutuar shpesh, duhet kemi një reagim më të shpejt në ndjekjen e autorëve të veprës penale. Për shembull, edhe qyteti i Lushnjës, duhet kemi një lloj kronologjie, hyrje dhe dalje të jenë të monitoruara, që sepse domethënë aty dy rrugë janë hyrje dalje, ose dalje në përvenet e që tjetë ndjekja në kohë e autorëve të veprës penale. Brenda mundësive sa janë, sepse të kemi parasysh, mund të sjellë dhe pasojë tjera. Pra, ai person që ka bërë atentatin ndaj këtyre, nëse ndiqet nga policia, mund të bëjë edhe një vepër tjetër penale. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Në rastin konkret, shoqëria nuk ka pasur në pasojë dhe urojmë që të zbulohen. Pra, po prapë kemi të bëjmë me vrasje me paramendim. Pra, personat kemi konfliktet hapur në qytet, në përgjithësi në Shqipëri dhe në Lushnjë, policia kriminale duhet të punoj me dosjet e kontingjentëve që ku ka rrezike, ku ka problematik, domethënë brenda edhe monitorimi i 100% është tërësisht i pamundur. Pa diskutim. Pra domethënë deri të mundohen, por duhet dhe forca speciale, duhet shtuar numrin forcave speciale, se për shembull forcat speciale dje ishin në Orosh. Lushnjë ndodhin ngjarje, duhet të jenë të shpërndarë në territor të Shqipërisë në mënyrë që të kontrollohet territori. Duhen investimet mëdha për kohën e reagimit, pse jo, se çfarë kemi parë dhe nga vendet aleate tana dhe me helikopter të shkohet në vend ngjarje, pra të reagohet ndaj një ngjarje, të reagohet me kohë të caktuar. Kjo presim duhet një, domethënë sa të gjejmë fajtorët që të shajmë ose të shajmë policinë ose themi një diçka tjetër, duhet një riorganizim, siç ka qenë më përpara me grupet e gatshme, që të reagohet, pra që të ketë një ndjekje të policisë ndaj autorëve të veprës penale, që i kapet s'kapet është gjë tjetër, pra duhet një kohë reagimi. Sagat operative më përpara, po ta marrësh mend kanë qenë me audio dhe reagonin, shkonin më shpejt. Sot janë rrit mjetet, janë rrit kamerat, ti mund ta shohësh nga dalin autorët dhe ndodhe njëjta ngjarje gjithmonë. Avokat, rikthehet krimi në Lushnjë. E kam lidhë të, jo vetëm në Lushnjë, ne kemi duke në Flasim për Lushnjë me që dje krimet nuk vëndalojnë. Krimi në Lushnjë është rasti tipik i mungesës së ligjit për shëndetin mendor. Pra njerëzit ne sot Shqipërinë, po ta shikojmë Shqipërinë tonë dashur të bukur, të mirë, të trashëguar,
po e kthejmë si një spital të madh psikiatrik, vetëm se mungojnë doktorët, mungojnë mjekët, mungojnë infermierët për të marrë me njerëzit. Pra nëse ne do të kërkojmë forca policore për të marrë me të gjithë problemet që ndodhin, nuk do na mjaftojnë, do të na duhen forca ndërkombëtare, pasi çdo njeri kërkon një policë në Shqipëri. Do marrim me gjithë botave. Parandalimi të tilla krimeve vjen si rezultat i mos parandalimit të ngjarjeve të çështjeve të pronësisë, ngjarjeve të çështjeve të konflikteve familjare dhe të konflikteve të cilat përhapen pastaj dhe nxjerrin raste të tilla. Pra nëse shikojmë konfliktet e pronësisë në Shqipëri nuk mbarojnë. Pra nuk kemi konflikte pronësie të cilat kanë shans për zgjidhje. Këtu konfliktet e pronësisë nuk mbarojnë. Unë vetëm në zyrën time, në studion time, kam rreth 230 çështje pronësie, konflikte pronësie, 230 janë vesh në zyrën time, të cilat presin vendimin e gjykatës së apelit dhe nuk kam për të përfunduar ndonjëherë. Shumica atyre janë çështje me konflikte të ashpra në terren. Pra, nuk ja fal tjetrit pasurinë ai sepse nuk ka vendim gjykatës së apelit dhe shkon pastaj kthehet në vetgjyqësi dhe vetgjyqësia nëse nuk ndalon tek vetgjyqësia sjell pasojë të vrasjes. Pra vrasja në rastin konkret në Lushnjë që ndodhi është pasojë e vetgjyqësisë. Pra është plagosja, është pasojë e vetgjyqësisë. Pra nëse ne shikojmë se si erdhi, pra ne duhet të ndalojmë vetgjyqësinë. Për të ndaluar vetgjyqësinë duhet organet ligjzbatuese që nga bashkia, që tek organet që vinë pastaj pushtetit qendror, pastaj për të përfunduar tek gjykata. Ne kemi 0 çështje të zgjidhura të pronësisë nga organet e pushtetit lokal. Po 0 çështje të zgjidhura kemi nga organet e pushtetit vendor. Përkundrazi janë këto organe të cilat e krijojnë konfliktin. Pra, nuk vendosin kufirin, nuk saktojnë sipërfaqet, nuk saktojnë të drejtën e pronësisë, nuk regjistrojnë pronën, pastaj kur shkon në gjykatë janë të gjithë çështjet e përfundojnë në gjykatë ngelin të pazgjidhura. Njerëzit, qytetarët nuk e kanë jetën e përjetshme. Nëse i shkon çështja 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet pazgjidhur, do të marrin masat për të mbrojtur të drejtën e tij me vetgjyqësi. Dhe pastaj vetgjyqësia sjell pasojën e dhunës, sjell pasojën e plagosjes dhe duhet pastaj ne të kemi forcat Renea. Po pse me forcat Renea do zgjidhen gjithë problemet që ka vendi. Pra çështja është, unë shikoj çështjen më në tërësi këtë situatë. Problemi i situatës është ne duhet të zgjidhim dhe të parandalojmë konfliktet. Qartë. Si mund ta parandalojmë konfliktin kur ne kemi të regjistruar? Dua të dëgjoj pak zotin Rexhepi. Përdoret gjithmonë e njëjta skemë, ne kemi diskutuar edhe më herët bashkë. Autorët godasin objektivin, largohen, nuk hasin as një patrull policie, digjet automjeti, që në shumicën e rasteve është i vjedhur, dhe s'lën asnjë gjurmë. Këto detyra janë për policinë e shtetit, pavarësisht se duhet të kundërshtoj avokatin. Këto janë detyrat e policisë shtetit që të zbulojë autorët. Ne folëm që shkaqjet e sjelljes krimit janë konfliktet pronësore, për cilat nëse më lejon mund të flas një 30 sekonda mbrapa. Në rastin konkret e tha dhe prokurori, po e them dhe unë, ndërhyrja e shpejtë në kohën e dur. Sepse për sa kohë ata gjen një vend pranë, djegin makinën dhe mençurisht, pavarësisht se për keq, lënë dhe armë të krimit aty, pra zhvishen nga çdo lloj prove që i lidh, si ADN, si gjurmëgishta, si të gjitha, sepse asgjësohen në efektin e zjarrit, edhe nëse e vërteton në rrugë operative fajsinë e X personi, nuk e lidh dot me autorin pasi shkëputet zinxhiri i provave tek makina e djegur. Çfarë del tu për detyrë? Tu për detyrë del për 100 herë themi, po do ta themi edhe për 101, që target kryesor të jenë makinat e vjedhura. Të ketë një identifikim më të mirë të mjeteve, pra policia duhet përqendroj punën e saj tek makinat e vjedhura, për sa kohë këto lloj makinash përdoren për vepra penale. Target tjetër duhet të jenë serviset që bëjnë gati dhe le të themi i bëjnë në gjendje pune këto lloj mjetësh, pasi merren pa çelësa me çelësa histori të tjera. Tjetra që është më e rëndësishme është ndërhyrja e shpejtë. Ndërhyrja e shpejtë mund bëhet nga ajri, sepse po themi helikopter kushton ka miliona dollare, do trupa e tjera. Tash në këtë gjendje jemi, domethënë, po kthehemi në një gjendje lufte në kuptimin cilësor të vrasjeve sa kuptimin sasior. Se sasia mund të ketë rënë dhe unë se mohoj që ka rënë. Ndërhyrja e shpejtë do shmangte djegjen e makinës. Po nëse s'do shmangte djegjen e makinës, të paktën do kishe ndjekje lajt të autorëve që mund të bëhet me mini pajisje elektronike të tipit dron, janë gjëra të thjeshta fare, i vë komandën follow me dhe të ndjek dronin derisa i bie bateria. Në momentin që të kanë ndjekur, të ka identifikuar si person dhe historia që aty merr fund pasaj dhe ngelet organit e timit për ta provuar. Në lidhje me konfliktet pronësore, në fakt po eci pak linjës avokatit shumë shkurt,
Është shumë e vërtetë ajo që tha avokati dhe mund të tregoj një rast pa emra, nuk diskutohet, e kam atë etik. Në gjykatën e apelit kërkohet një masë sigurie për një X objekt, nuk është i pakët, një 700 metra katror në Tiranë 3, e për llogarisjen e vet vlerën. Personi që e posedon është dënuar me 9 muaj burg nga gjykata e shkallës parë për falsifikim dokumentesh. Kërkohet masë sigurie, bllokim fizik i pronës, sepse prona mund të transferohesh 3-4 duar dhe shkon te fakti që nuk e merr dot më atë pronë, se 3-4 duar nga 20 vjet i bie trosh sa shqiponja, dhe gjykata e apelit nuk e jep këtë lloj masë sigurie. Kështu që në këtë kuadër, gjyqësori duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Për më tepër gjykata e apelit duhet të ketë selektivitet në zgjedhjen e personave. Pa dashur të fyerë njëri, gjykata e apelit do vipat të gjyqësorit. Nuk zgjidhen çështjet me gjykatë, nuk mund të zgjidhin gjithë çështjet me gjykatë. Sepse gjykata është... Ku i zgjidhin me spital psikiatrik avokat? Ti bëjmë gjithë nga i doktor nga marrë. Çështjet zgjidhen nga pushteti lokal fillimisht. Jo, po do ta marrësh but me gjyqësorin më e vet. Le tash unë flas për veten time. Lutem. Tani për gjyqësorin avokat administrator. Për gjyqësorin e kemi konstatuar dhe herë tjetër, Fiori, gjykata, sidomos për çështjet civile, është jashtë funksione. Pra sot duhet mendoj personi që t'i drejtohet pushtetit lokal ose ta zgjidhin me marrëveshje, sepse aksesin drejtësi nuk ka. Pra qytetarët shqiptar kanë ngel pa akses në drejtësi. Sot çështje nuk mund ta zgjidhësh më nëpërmjet gjykatës. Pra duhet shmangur gjykata. Fati që shkojnë gjyqet nga 20 vjet dhe njerëzit nuk i zgjidhin konfliktin në kohë, tregon që aksesin në drejtësi dhe realizimi i drejtës nëpërmjet gjykatës ka rënë. Pra duhen marrë dhe masat për funksionimin e pushtetit gjyqësor, theksoj me profesionist. Jo me druvar. Pra duhet jemi të saktë, domethënë. Duhet jenë që të njohin ligjin penal, procedurial, penal dhe civil. Ndërsa ka i diçka e cila me të vërtet po harojmë. Ne kemi sot shumica e konflikteve që vinë për shkak të verifikimit të titujve të pronësisë. Titujt e pronësisë, akti i marrëdhënies pronësie dhe verifikimi i titujve të pronësisë ka qenë një politikë e cila u ndoq mbas vitit 2014 për të filluar dhe njerë shpërndarjen e tokave me ligjin 7501. Ne po krijojmë ligj pas ligji, po sjellim njerëz vërdall nga papërgjegjësia e pushtetit. Dhe pastaj presim që gjykata të japë një vendim. Shumica e vendimeve të gjykatës janë pothuajse e lënë gjendjen ashtu siç është, nuk din të zgjidhin gjendjen, ne s'kemi ligje të shkruara për të zgjidhur gjendjen. Ndërsa në lidhje me ato që thotë eksperti për policinë, unë mendoj që sot policia është në hallin e vet më të madh. Pasi polici në punën që ai bën ka një hall shumë të madh. Nga njëra anë i duhet i bindet përgjegjësit vet për të marrë masat që i duhen atij për sa i përket çështjeve politike, çështjeve të rendit, sigurisë. Nga ana tjetër duhet shkoj të zgjidh vetë atë profesionin e tij, se si e di që ka një çështje, unë pyes shpesh këto SPZ të zonës, janë specialistat që mund të ndihmojnë prokurori, ato nuk e din punën çfarë duhet bëjnë. Pra, shumica e policëve që janë në Shqipëri ato nuk e din punën, s'din çfarë. Mos e notikin se din punën, largon. Po pra, po kush do të jap detyrën e tyre funksionale kur dhe ligji për policinë e shtetit nuk ka një funksion për policë. Avokat, se e kthym diskutim mes nesh nëse mundem. Një sekond. Avokat, e di ç'do të thotë të mos bllokosh një objekt që poseduesi është dënuar me 1 vit burg? E kupton çfarë do të thënë? Ai mund ta shesë për falsifikim. E shet 3-4 herë tjera tash i mbar but me gjyqësorin se dhe unë jam pjesë e gjyqësorit. Po nuk fitet çu. Bëjmë urdhër mbrojtje ne për ta larguar nga banesa personin. Po s'ka lidhje, çështja civile s'ka lidhje me penale. Po, atëherë po pra, çështja është që nëse ne e ndajmë çështjen civile nga çështja penale, duhet zgjidhen përpara. Janë një mori. Po nuk hyn dot ke verbat penale pushteti lokal tani. Çfarë do zgjidhë pushteti lokal? Tjetër dënuar me burg tash pushteti lokal do ta zgjidhet. Kthej pronë. Duhet funksionojë shteti. Është funksionimi i shtetit. Pra, shteti ka gjithë hallkat e veta. Sepse pushtetet janë 3, legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Një nga pushtetet nuk po funksionon. Sepse po japet qytetarëve drejtësi. Ka arritje, sepse reforma kemi thënë që dhe SPAK-u, do të thonë është një arritje, është diçka e re, por reforma nuk është 2% e çështjeve të SPAK-ut. Qytetarëve shqiptarë duhet i jepet drejtësi që të mos shkojnë në vetgjyqësi. Kemi disa raste, edhe rasti i gjykatës apelit në tetor, ky rast tjetër që dyshohet që ka lidhje me pronën, raste tjera që do ketë. Prona po ha jetën e qytetarëve shqiptarë dhe prona duhet për sot, s'duhet kur shkosh 80 vjeç, edhe 90 vjeç. Edhe 5 sekonda, nëse mund. Sepse duhet ta mbyllim, po. Jo, patjetër. Atëherë një herë ka gjyqtarë shumë të mirë që punojnë shumë mirë, që ti themi gjëra siç janë. E kisha edhe më gjerë se kaq. Gjyqtar apeli
Gjyqtar apeli figurativisht duhet të jesh burr me mjekë dhe me çibuk. Çështja e moshës nuk dua t'i fyj fare rinin, po është eksperjenca aty. Është vendim përfundimtar, e merrem qafë tjetrin për jetën e tij. Ktu e kisha. Duhet të ketë kriterë ndoshta edhe moshën për të zgjedhur gjyqtar apeli, duke respektuar të gjithë që punojnë shumë mirë, domethënë. Kisha një rast sporadik, kjo nuk e zbe punën e tjera. Por fakt që nuk realizohet drejtësi është fakt, që janë cënu afatet ligjore. Atëherë, Procesi rregull ligjor.